Fillimisht me telefon, pastaj me dorë, pastaj edhe me gotë. Veprimet e tilla nuk na trembin. Rreth mesditës, unë bashkë me zëvendësministrin Mehani ishim duke pirë një kafe në një nga kafeterit në qendër të Skënderajt, edhe ishim duke diskutu, domethënë fare të shpërqendruar në muhabetin tonë, pa asnjë vëmendje rreth asaj se çka po ndodhte për rreth, edhe pa asnjë lloj komunikimi paraprak me zotin Lushtaku, ai u afrua dhe sulmoi zëvendësministrin Mehani. Fillimisht me telefon, pastaj me dorë, pastaj edhe me gotë, siç keni pas mundësinë me pa edhe dëmin të cilin e ka në fytyrën e tij, kur sekretari i qendrës tonë Bahar Izabeli tentoi me ndërhyj për me qetësu situatën, me nda pak mos me vazhdu ajo përplasja fizike, ai u sulmu edhe nga disa persona të tjerë për rreth, të cilët unë nuk e di se kush janë, sa as nuk i njoh, por ishin bashkë me zotin Lushtaku në atë moment. U sulmua me grushte dhe u godit në kokë, me gotë teksa po pinte kafe me deputetin Arjeta Fejza dhe aktivistë të tjerë. Qeveria e Republikës Kosovës e dënon këtë sulm qyqar e të papranueshëm që shpërfaq mendësinë banditeske. Veprimet e tilla nuk na trembin e nuk na shtyen të tërhiqemi nga gara politike në asnjë qytet. Nga kjo mbledhje u bëjmë thirrje institucioneve dhe organeve të rendit e të drejtësisë që me urgjencë të ndërmarrin veprimet e nevojshme ndaj përgjegjësve për këtë sulm.